Në Gostivar u mbajt sot seanca e 5 të Këshillit të Komunës, ku në fokus ishin menaxhimi i mbeturinave, pasojat nga vërshime dhe mbështetja për sportin lokal. Me këtë rast nga përfaqësues të komunës u bë e ditur se do të hapen pika të reja për grumbullimin e mbeturinave, ndërsa pika ekzistuese do të mbyllen ose dislokohen. Lajmin e konfirmoi përfaqësuesi komunal Safet Hasani, i cili theksoi se ndryshimet synojnë përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave në qytet, në këtë drejtim dhe sigurimin e 200 kontenjerëve të ri dhe vendosjen e tyre brenda qytetit. Ne me një komision ina mundu të hartojmë një plan strategjik për qytetin e Gostivarit. Pikat të cilët ndodhen tash për momentin do ngelin të njëjta, por edhe me mundësi shtimi. Se ne e shohim çdo ditë qytetin e na zgjerohet dhe nevojitën të shtohen disa pika në disa vende. Edhe do ketë dislokim të disa pikave të cilët janë në rrugë, ato do dislokohen, do hyjnë në për vendet e banesave ku janë. Një nga temat kryesore të diskutimit ishin vërshimet e fundit në rajonin e Gostivarit. Sipas të dhënave, mbi 400 shtëpi janë përmbytur në Forin, ndërsa dëmet janë raportuar edhe në fshatrat Llakavic, Turçan, Tumqeviç dhe lagje Banjeshnic. Kryetari i Këshillit, Valdet Xhaferi, falenderoi banorët dhe të gjithë subjektet që kontribuan në tejkalimin e situatës. Falenderoj edhe kolegun Sadri Saliu, i cili sot na e hapi si mundësi për ta diskutuar, debatuar këtë situatë goxha serioze në komunën tonë, në qytetin e Gostivarit, dhe sigurisht do të shifet mundësia, pasi ekipe në teren të paracaktume veç kanë bo evidentimin e domeve eventuale cilat janë shkaktu nga tereni, sot shofi mundësin që të njëjta situatë të diskutohet, debatohet, dhe në seancat e radhës të shifet mundësia cilat janë kapacitetet e komunës Gostivarit për mundemi të dalim në krah në ndihmë edhe në aspekt financiar banorëve, të gjithë banorëve, në të gjitha lagjet, në gjithë fshatrat, por edhe në fshatin Forin, ku ishte domi më i madh atë natë, që të mund të kompenzohen sadopak të zbutet e gjitha ajo goditje që e morën nga fatkeqësia natyrore. Me kërkesë të këshilltarit komunal Sadri Saliu, Këshilli diskutoi veçmas për pasojat e vërshimeve. Ai bëri të ditur se janë realizuar vlerësimin në teren dhe se komuna po shqyrton mundësitë për kompenzimin e familjeve të prekura. Për këtë qëllim është formuar edhe një komision komunal. Saliu theksoi se një nga shkaqet kryesore të vërshimeve lidhet me mospastrimin e rrjedhës së lumit Vardar dhe mbushja e shtratit të tij me mbeturina, duke krahasuar situatën me deponinë Rusino. Ai kërkoi masa konkrete për parandalimin e vërshimeve në të ardhmen. Këshilltarët kërkuan gjithashtu që inspektorët komunal të ndëshkojnë personat që hedhin mbeturina në mënyrë të paligjshme. Të formuohet një komision i cili kuptohet do të shqyrton ose të marrë parasysh të gjitha dëmet të cilët do të vinë nga tereni dhe do t'i adreson në nivel më të lartë të cilët kompetencat për to fatkeqësi natyrore, për të shpërblime janë në nivel qendror, por edhe të kërkojmë edhe mbledhjet të ashme pse jo edhe Këshilli Komunal të ndajnë ndonjëmjet, se shpesh dim fatkeqësi natyrore që vërshojnë vende të ndryshme, ne dim që jemi solidarë si Komunë e Gostivarit kemi qenë. Kuptohet se vërshimet e fatkeqësit natyrore vinë po më parasysh a jemi të përgatitur ne apo jo. Ndodhin edhe për në vendet më të zhvilluara perëndimore, ku gjithçka është në rregull, si me shtratet e lumeve, si me ullin e mbeturinave. Por duke ne fatkeqësit natyrore shpesh ndodhin duke qenë fajtor vetë ne dora e njeriut, për shkak se lumi Vardar në rrjedhën e tij ka shumë barriera, shumë mbeturina, shumë druj të rënd dhe çka nuk mund të gjesh. Mund të themi se pos e zavencon në Rusinën ose ndoshta mund bëjnë gara se kush është deponi më e fortë, Rusina apo lumi Vardar. Ne si Këshill Komunal në të ardhmen duhet të adresojmë kërkesat, por edhe vetë me mundësitë që kemi t'i parandalojmë të fatkeqësi natyrore që mos na vinë dhe të kujdesina për mirëmbajtjen e shtratit të lumit. Une si aktivist edhe para qenit këshilltar nuk kam gjuar ndonjëherë se ndonjë qytetar i shqiptohet dënim për hudhjen e mbeturinave. Prandaj kërkoj nga inspektorët komunal që janë më sinqertë dhe më shumë në terren, që njëherë për gjithmonë ta mbrojmë këtë burim ose këtë pasuri të qytetit të Gostivarit, lumin Vardar. Në fund të seancës, Këshilli miratoi edhe propozim vendimin për mbështetje të klubit të basketbollit Gostivari, me që rast klubi do t'i ndahen 2 milion denar nga buxheti komunal.